Të nderuar koleg, sot do t'ju paraqes rastin e një pacienteje që vjen në klinikën tonë gjatë javës së 24 të shtatëzënisë, tek e cila është vendosur diagnoza e kraniosinostozës, një gjendje shumë e vështirë për t'u diagnostikuar gjatë periudhës së jetës fetale. Bëhet fjalë për një gjendje të karakterizuar nga sinostoza, pra mbyllje e parakohshme një ose dy palshe suturave të kafkës, të cilat mund të preken veçmas ose të gjitha së bashku. Kjo gjendje bën që hapësira e suturës së mbyllur të sjellë një rritje të reduktuar ose të ngadalësuar të kockës së tavolinës kraniale në mënyrë pingule në raport me suturën e prekur nga sinostoza, ndërsa si kompensim, kafka do të tentojë të zhvillohet tepër në mënyrë paralele me këtë të fundit. Ka një incidencë prej rreth një rasti në 2500 lindje dhe transmetimi është jashtëzakonisht i larmishëm. Në shumicën e rasteve lidhet me një transmetim autosomik dominant në kromozomin 7, autosomik recesiv ose recesiv i lidhur me kromozomin X, ose ndonjëherë një transmetim që nuk mund përcaktohet pasi është i panjohur. Brenda imazhit shihen të paraqitura llojet e ndryshme. Në veçanti, skafocefalia dhe akrocefalia janë më të shpeshtat, përkatësisht për shkak të sinostozës së suturës sagitale dhe sinostozës bilaterale të suturës koronare, ndërsa më rrallë kemi gjendje si trigonocefalia, oksicefalia ose plagiocefalia. Në rastin e skafocefalisë dhe akrocefalisë, sutura e prekur, pra sagitale ose koronare, sjell ose një rritje të tepruar në rastin e parë në drejtim antero-posterior dhe kështu me një rritje të diametrit occipitofrontal, ose anasjelltas, në akrocefali, një rritje të diametrit biparietal, me ndryshime pra të indeksit cefalit, do me thonë të raportit mes këtyre dy distancave. Në rastin specifik që po shqyrtojmë, bëhet fjalë për një gjendje skafocefalie. Këtu shohim vlerësimin e biometrisë së kafkës dhe vërejmë se, përveç asaj që më vonë do të shohim si diametri occipitofrontal, hasim një rritje të reduktuar të kafkës, pratë me një biometri të ullët dhe një perimetër kranial të zvogluar, i cili, këtu, për më shumë saktësi, është rivlerësuar edhe me përdorimin e gjurmës dhe rezultoi në përgjithësi rreth 2 javë më i vogël krahasuar me moshën gestacionale. Ajo që bie me njëherë në sy është se ka edhe një aftësi të reduktuar për të vizualizuar strukturat më distale, hemisferën më të largët nga transduktori, e cila normalisht duhet të jetë qartë e dukshme. Këtu shohim të vlerësuar diametrin occipitofrontal dhe atë biparietal në vlerësimin e indeksit cefalik, të cilat më pas konfirmuan pikërisht gjendjen e skafocelisë. Është kryer pra një studim i kujdesshëm dhe detajuar i të gjithë encefalit fetal dhe në këtë pamje specifike shohim pikërisht se si vihet në dukje vështirësia për të vizualizuar një pjesë të encefalit që mund të jetë një tregues i qartë ose shprehje bashkimit të suturave kraniale. Nga pikpamja etiologjike, kraniosinostoza mund të jetë një gjendje izoluar, pra jo sindromike në shumicën e rasteve, ose mund të jetë pjesë e gjendjeve sindromike, si në rastin e sindromës së Apertit ose sindromës së Cruzonit. Sëmundje gjenetike mund të shfaqen pra me kraniosinostoz, por në disa raste mund të jetë edhe shprehje e faktorëve mjedisor të lidhur me kushte teratogjene ose raste infektive, edhe pse këto gjendje janë më të rralla. Më shpesh shoqërohet me anomali kraniofaciale, si hipertelorizmi, egzoftalmia, shikimi i dobët, hipoplazi faciale, qiellës gjingjivale dhe çarje qiellëze. Shpesh shoqërohen edhe anomalitë skeletore, sidomos në format sindromike, si sindroma Apert, ku ka sindaktili, si dhe anomalitë të tjera të gjymtyreve dhe kardiopati konjgjenitale. Nga studimi i kujdesshëm i trurit të fetusit, gjithashtu, kanë dalë në pa edhe anomali të tjera, të cilat më pas ju komunikuan pacientit, si për shembull një sheshtim i çarjes silviane, që mund ta shohim këtu në këto imazhe ekografike, çarja parieto-occipitale është pak e përfejtësuar dhe gjatë vlerësimit të fosës kraniale posteriore u konstatua edhe një biometrike reduktuar e trurit të vogël, ndërsa korpusi kalloz rezultoi të ishte i rregullt. E shohim këtu në një skanim sagittal me ndihmën e ngjyrës që evidenton arterien perikallozale dhe gjithashtu edhe biometria ishte brenda normales. Diagnoza e kraniosinostozës në fakt nuk është gjithmonë e lehtë, përkundrazi shpesh është e vështirë në periudhën prenatale, pasi anomalia ka tendencë të shfaqet në tremuorin e dytë, po më shpesh në tremuorin e tretë të vonë të shtatëzënisë ose madje në muajt e parë pas lindjes. Prandaj, në ato raste është e pamundur ta njohësh në periudhën prenatale.
Ajo bëhet e dallueshme nëse kjo ndryshim shoqërohet me anomali të tjera, siç janë ndryshimet në morfologjinë e kafkës dhe pikërisht një biometrik e ndryshuar, si në këtë rast me një ndryshim të indeksit cefalik që lejon të ngrihet dyshimi diagnostik. Rreziku i përsëritjes së kësaj gjendjeje varet nga lloji i trashëgimisë dhe për këtë arsye do të vlerësohet pas kryerjes së ekzaminimit gjenetik. Rezultati varet kryesisht nga shpërsia i gjendjes dhe nga koha kur ajo shfaqet, pasi bashkimi i hershëm i suturave në një periudhë shumë të hershme mund të shkaktojë zhvillim të ndryshuar të trurit dhe në rastet më të rënda të çojë edhe në vonesë të zhvillimit neurologjik. Ndërsa në format më të lehta, kur nuk shoqërohet me anomali, mund të ketë një rezultat të mirë me një korrigjim kirurgjikal pas lindjes, zakonisht pas 4 ose 6 muajsh. Për anomalitë që shoqërohen më shpesh, është kryer gjithashtu një studim i kujdesshëm i gjymtyrëve, i duarve, pra të fetusit. Siç mund shihni këtu, gjatë gjithë kohës gjatjes së ekzaminimit, edhe pse u bë stimulim, duart mbetën të mbyllura grusht, me gishtin e parë të dorës së majtë që duket të ketë një pamje të përkulur, siç mund ta vërejmë nga këto imazhe. Dhe kjo është vërejtur në disa skanime të ndryshme dhe mbi të gjitha është ngritur dyshimi për një gisht të madh trifalangeal. Nga ky raport mund të vërejmë gjithashtu se në fakt i gjithë fetusi kishte një vonesë biometrike prej rreth 18 deri 20 ditësh krahasuar me moshën gestacionale, pra jo vetëm biometria e reduktuar kraniale e lidhur me gjendjen e kraniosinostozës. Nga studimi i zemrës së fetusit ka rezultuar, siç mund shohim këtu nga kjo prerje në të majt, një defekt i vogël i septumit interventrikular në rajonin nënaortik me vlerë prej 1.3 mm, që në thelb ishte të dhëna ekografike më pak e rëndësishme nga i gjithë studimi i kryer. Ajo që mund të vërehet në mënyrë të menjëhershme është levokardia e theksuar që mund ta vërejmë qartë. Fakti që gjendja kraniale shoqërohej me një sër ndryshimesh të tjera strukturore, si në nivelin e trurit të fetusit ashtu edhe jashtë kaskës, siç ishte dyshimi për sindaktili me gishtin e madh të përkulur dhe dyshimi për gishtin e parë trifalangjik, pacientes i u rekomandua konsulta gjenetike me studimin e hollësishëm të kariotipit të fetusit, me vëmendje të veçantë ndaj panelit të kraniosinostozave, rezonancë magnetike të trurit të fetusit me qëllim që të konfirmohen plotësisht të dhënat e evidentuara në studimin ekografik, si dhe një konsult neurokirurgjikale pediatrike që të mund të përcaktonte menaxhimin kirurgjikal në momentin e lindjes. Ju falenderoj për zemërsisht të gjithëve për vëmendjen tuaj.